Në një rrëfim 3 ditës për Kiksin, Vjollca Kabashi nga Prizreni po i akuzon mjekët e spitalit të Prizrenit se nuk janë kujdesur si duhet për bashkëshortin e saj të sëmur, Fatmirin. Nga vënimi i dozave të gjakut, mungesa morfinës e deri te përshkrimi i barit, të cilin ai nuk guxonte ta merrte, Vjollca hedh akuza ndaj mjekëve të klinikës së kirurgjisë, ku Fatmiri kërkoi trajtim mjekësor. Ndonse ai ishte në gjendje të rëndë, stafi mjekësor vendosi që ta liroj për në shtëpi. E shefi i tyre, Ismet Baskovski, tha për Kiksin se ai nuk ka qenë në dijeni për këtë rast. Në një përgjigje që ja dërgoi emisionit përmes emailit, Baskovski, i cili është shef i repartit të kirurgjisë, e pohon se ditën kur Fatmiri u lirua nga spitali, ai e ka pasur ditë pushimi. Pacienti është pranuar me datë 17/04/2025 nga doktor Ekrem Shala, i cili ka udhëheq me trajtimin e tij. Pacienti është trajtuar me transfuzion, si dhe terapi simptomatike. Pas trajtimit nga doktor Ekrem Shala, pacienti lirohet në shtëpi me datë 22/04/2025. Në datën e lëshimit të pacientit, unë kam pas ditë të lirë pas kujdestarisë dhe nuk kam qenë prezent gjatë lirimit të pacientit. Ekrem Shala, i cili ishte mjek kujdestar atë natë, insiston se Fatmiri është trajtuar në mënyrën e duhur. Madje sipas tij, stafi mjekësor ka pasur vërejtje serioze për sjelljet e Vjollcës ndaj tyre. Për shkak të anemisë urdhërohet të jipet gjak. Shoqja e tij insiston se kanë dhënë më herët gjak dhe se tani nuk kemi nevojë të japim. I sqarova bashkëshortës se gjaku në spital nuk mund të ruhet mbi 4 javë dhe se duhet të jepni për të marrë. Po atë ditë i pastrohet plaga, ku e kish qesën e stomës. Ekipet kujdestare që kanë punuar gjatë vikendit dhe gjatë pushimit shtetëror kanë pasur vërejtje serioze për sjelljet e bashkëshortës së pacientit, si dhe fjalëve ofenduese që ka pasur për ta. E kirurgu Shpend Zajmi pretendon se nuk ka vendosur ai që ta liroj Fatmirin nga spitali, por se bashkëshortja e tij e ka lutur që ai të shkojë në shtëpi. Madje mjeku pohon se gjendja shëndetësore e tij nuk ka qenë e rëndë. Pacienti ka qenë i shtrirë në një vigë lëvizëse dhe nuk ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore. Pas vizitës kirurgjike të kryer nga ona ime dhe kontrollimit të dokumentacionit mjekësor që posedonte, konstatova se nuk kemi të bëjmë me një sëmundje akute kirurgjike dhe se pacienti është në faza terminale të sëmundjes së kancerit. Ja shpjegova zonjës në fjalë gjendjen shëndetësore të bashkëshortit dhe i tregova se ai duhej të nënshtrojë analizave biokimike të rregullta dhe imazherisë radiologjike, me kost që të hospitalizohej në repartin e kirurgjisë, pasi gjendja e tij higjienike a priori ishte shumë e keqe. Bashkëshortja e tij, zonja Vjollca Kabashi, më lot që a ka mundësi ta sjell bashkëshortin të nesërmen me datën 16 prill 2025 në ora 8 të mëngjesit, pasi do i merrte me vete edhe gjërat personale dhe higjienike për bashkëshortin. U pajtuam së bashku me atë vendim të saj, pasi pacienti nuk ishte gjendje akute kirurgjike. Kjo është e tëra lidhur me këtë çështje. Zajmi e akuzon Vjollcën se e ka ofenduar rënd, gjë e cila thot se vërtetohet nga kamerat e sigurisë. Nga spitali e mohuan edhe se ka pasur mungesë të morfinës, sipas tyre ky qetësues është në dispozicion dhe jepet në bazë të vlerësimit të mjekut. Në përgjigje që spitali ja dërgoi emisionit, thuhet se nuk ja kanë idenë se çfarë terapie kishte Fatmiri, të cilin Vjollca pretendon se u detyrua ta blej vetë. E sa i përket ankesave për mungesë qarqafësh e jastakësh, nga spitali pohojnë se pretendimet e Vjollcës janë të pabaza, pasi sipas tyre reparti i kirurgjisë është njëri ndër repartet më të mira që ka ky institucion shëndetësor.